Sekreti i hudhrës, 8 vendosje strategjike për të larguar energjinë negative dhe tërhequr fat të mirë. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot me miqtë tuaj. Mirë se vini në këtë video të veçantë kushtuar një prej sekreteve më të thjeshta dhe më të fuqishme të Feng Shuit, përdorimit të hudhrës për të pastruar energjinë negative dhe për të tërhequr prosperitet, fat të mirë dhe harmoni në jetën tuaj. Hudhra nuk është vetëm një erës në kuzhinë. Në traditën e lashtë kineze dhe praktikat e Feng Shuit, ajo konsiderohet si një simbol i fuqishëm i energjisë yang, që do të thotë forcë, mbrojtje dhe bollë. Energjia yang e hudhrës është e fortë dhe pastruese, sepse largon energjitë e ndenjura negative si xhelozia, frika apo pengesat që na bllokojnë rrugën drejt suksesit. Në të njëjtën kohë, ajo hap derën për energji pozitive, para, shëndet, marrëdhënie të mira dhe mundësi të reja. E rëndësishmja është që ky ritual nuk kërkon shpenzime të mëdha, një kokër hudhre e freskët është e mjaftueshme. Sekreti i vërtet nuk qëndron te magjia, por te qëllimi juaj i pastër, besimi dhe kujdesi që tregonin ndaj hapësirës suaj. Kur vendosni hudhrën me intencion pozitiv, ju aktivizoni fluksin e energjisë jetësore që rrjedh nëpër shtëpinë tuaj. Në këtë video do të shpjegoj në detaj 8 vendosje strategjike të hudhrës, bazuar në parimet e Feng Shuit. Do të flasim për secilën pikë gjerësisht, pse funksionon, si ndikon në energjinë e shtëpisë, shembuj nga jeta reale dhe këshilla praktike se si ta bëni. Në fund do të ndaj disa udhëzime shtesë për të maksimizuar efektin. Qëndroni deri në fund, sepse ky mund të jetë ndryshimi që po kërkoni për një jetë më të begatë. Pika 1. Në hyrjen kryesore ose jashtë saj. Le të fillojmë me vendosjen e parë dhe më të rëndësishmen, hyrja kryesore e shtëpisë, ose siç quhet në Feng Shui, goja e qi. Kjo është porta kryesore nga ku hyn energjia në shtëpinë tuaj, si ushqimi që hyn në gojën e trupit. Nëse energjia negative futet nga dera, ajo përhapet në të gjithë hapësirën, duke sjellë probleme financiare, grindje familjare apo ndjenje të rënda. Vendosni një kokër hudhre të plot, ose disa thelpinj, pranë derës së jashtme, ose varreni jashtë nëse është e mundur. Tradicionalisht, hudhra varur në derë është një praktikë e lashtë për mbrojtje. Pse funksionon? Hudhra vepron si një filtr natyral, bllokon energjinë e keqe nga jashtë, si xhelozia e fqinjve apo vizitorëve negativ, dhe lejon që prosperiteti të rrjedhë brenda. Imagjinoni, çdo herë që hapni derën, energjia pozitive mirëpritet, ndërsa e keqja kthehet mbrapsht. Shumë njerëz që e kanë provuar këtë raportojnë se pas disa ditësh ndjejnë një lehtësim në shtëpi, më pak grindje, më shumë vizita pozitive dhe madje ardhje të papritura parash. Këshill, ndërroni hudhrën çdo 7 deri 10 ditë dhe kur e hidhni, falenderoni për mbrojtjen që ju dha. Bëni këtë me qëllim, le të hyjë vetëm energji pozitive dhe bollëk. Pika 2. Afër sobës së kuzhinës. Tani, shkoni në kuzhinë, zemra e shtëpisë sipas Feng Shuit. Kuzhina përfaqëson shëndetin, ushqimin dhe stabilitetin financiar të familjes, sepse soba simbolizon zjarrin e vatrës, burimin e ngrohtësisë dhe bollëkut. Vendosni hudhrën afër sobës, jo direkt mbi të për të shmangur erën, ose në një raft pranë. Kjo mbron zonën nga energjitë e dëmshme që mund të vijnë nga jashtë, si stresi i punës që digjet harmoninë familjare. Hudhra sjell harmoni duke stabilizuar financat, sepse kuzhina e pastër dhe e mbrojtur tërheq bollëk ushqimor dhe material. Përse është kaq efektive? Energjia yang e hudhrës balancon elementin e zjarrit të sobës, duke parandaluar djegjen e pasurisë. Në praktik, familjet që e bëjnë këtë thonë se kurset financiare përmirësohen, më pak shpenzime të papritura, më shumë kursime. Provoni dhe shikoni si kuzhina juaj bëhet qendra e prosperitetit, gatuani me gëzim dhe fati do të vijë vetë. Pika 3. Brenda enës së orizit ose qilarit. Orizi në Feng Shui simbolizon bollkun dhe ushqimin e pashtershëm, është thesari i familjes.
Vendosni disa thelpinj hudhre brenda enës së orizit ose në qilar, kur ruani ushqimet. Kjo mbron pasurinë tuaj nga mungesat, duke siguruar që gjithmonë të ketë mjaftueshëm. Hudhra largon energjinë negative që mund të hajë bollëkun, si humbje financiare apo probleme shëndetësore që çojnë në shpenzime. Shembull, në kulturat aziatike, kjo praktikë është e lashtë për të shmangur urinë dhe varfërinë. Pas vendosjes, shumë ndjejnë siguri, frigoriferi mbushet më lehtë dhe parat rrjedhin më gjallë. Kujdes, hudhra të jetë e freskët dhe ndërroni kur thahet. Ky është një ritual i thjeshtë për të tërhequr abundancë të vazhdueshme. Pika 4. Mbi tavolinën e punës. Për karrierën dhe suksesin, vendosni hudhrën mbi tavolinën e punës ose në zyrë. Kjo largon thashethemet, xhelozin nga kolegët dhe pengesat në rrugën profesionale. Hudhra krijon një mburojë energjetike, duke ju mbajtur të fokusuar dhe duke tërhequr njohje, promovime apo mundësi të reja. Në Feng Shui, tavolina e punës është altari i karrierës, mbrojtja e saj hap rrugë për rritje. Njerëz që e provojnë thonë se puna rrjedh më mirë, idetë vijnë lehtë dhe shefi vëren më shumë. Bëjeni me intencion, le të largohen pengesat dhe të vijë suksesi. Efekti është i fuqishëm për freelancer apo punonjës zyre. Pika 5. Nën krevat. Dhoma e gjumit është vendi i pushimit, por nën krevat grumbullohet energji e ndenjur që shkakton ankth, ëndra të këqija apo probleme shëndetësore. Vendosni hudhrën poshtë krevatit për të pastruar këtë zonë. Ajo largon negativitetin duke sjellë gjumë të qetë, relaksim dhe energji të re në mëngjes. Pse funksionon? Hudhra thith energjinë e keqe si një sfungjer, duke ju mbrojtur gjatë natës. Shumë raportojnë ëndra pozitive dhe zgjim me optimizëm pas kësaj. Ideale për ata me stres apo pagjumësi, provoni për 7 ditë dhe ndjeni ndryshimin. Pika 6. E groposur në kopsht ose vazo lulesh. Për mbrojtje të përgjithshme, groposni hudhrën në tokë të kopshtit ose vazos. Kjo lidh fuqinë yang me elementin e tokës, duke krijuar mburojë rreth shtëpisë dhe duke ndihmuar bimët të lulëzojnë, simbol i rritjes dhe prosperitetit. Energjia negative nga jashtë bllokohet dhe shtëpia bëhet oazë pozitiv. Bimët rriten më mirë duke tërhequr fat. Perfekte për shtëpi me kopsht. Pika 7. Brenda makinës. Makina simbolizon lëvizjen dhe mundësitë. Vendosni hudhrën brenda, në ndarje ose varur, për mbrojtje nga aksidente dhe udhëtime të suksesshme. Largon problemet e papritura duke siguruar rrjedhje të qetë të jetës. Shumë shoferë ndjejnë siguri më të madhe. Pika 8. Në këndin shpirtëror ose altar. Në altar ose kënd meditimi, hudhra pastron hapësirën e shenjtë, duke lejuar lutje të pastra dhe energji pasurie. Largon negativitetin shpirtëror duke forcuar lidhjen me pozitiven. Përfundim. Miq, këto ishin 8 vendosjet strategjike të hudhrës në Feng Shui. Filloni me 1 ose 2, vendosni me qëllim pozitiv dhe observoni ndryshimet. Mos harroni, ndërrojeni hudhrën rregullisht, falenderoni dhe mbani shtëpinë të pastër. Nëse e provoni, shkruani në komente eksperiencën tuaj. Abonohuni për më shumë sekrete, bëni like dhe share nëse ju pëlqeu. Faleminderit dhe fat të mirë, bollëku ju pret.